Dhe këtu nuk mund t'ja vesh më fajin popullit. Se si. Ta njerëz nuk munden, ta e kanë marrë peng këtë vend. Po vendimi i opozitës për të mbështetur kandidat pavarur avokat? Po ta thash pra, ka qenë hilea më e madhe dhe e turpshme. Për të mos u përballur sot me këtë situatë. Atëherë 2 muaj përpara kur dolin lista kanë 1 muaj kur ta thash domethënë mendimin tim. Pra ai sa vlen mendimi im tani nuk e di që kjo është e pak konceptueshme që Partia Demokratike nuk e merr seriozisht, nuk i merr seriozisht to zgjedhje. Se ti mund të shkosh dhe tu mbasësh më. Dakor, çfarë do të thotë kjo për opozitën, avokat? Nëse një opozit i fshihet vendimin për të përballur. Një opozita aktuale po pret që Rama të bjerë vetë. Opozita aktuale po pret që Rama të lodhet nga pushteti dhe këta mjaft që t'jenë aty të leadershipi i Partisë Demokratike sepse duan s'duan ata do jenë pastaj në Kjo nuk ka përndodhur, kjo është një nga ëndrat e bukura të leadershipit aktual. Atyre nuk i intereson ato fitojnë zgjedhje, se nuk i fitojnë dot kështu siç janë. Por ama ju intereson shumë që të mbajnë karrierën në cilën janë sot. Ta kenë dhe nesër me shpresën domethënë që Donald Trumpi apo Bruxelli do të arrëzoj Ramën ose Rama do lodhet do ikë vet. Deklaratën që të kam bërë këtu, jo pa qëllim ta kam analizuar. Nëse këtu do ketë ndryshime kushtetuese, sikundër i kam proklamuar, nuk e dia do ndodhin. Edi Rama në 2041 ikën nga pushteti. Dhe kjo nuk është deklaratë që unë ta kam bërë me arsyetim logjik. Nëse do bëhet presidencial ky vend, me të drejtë të zgjedhje, ai do zgjidhen 2027-ën për 2 mandate, i thon 14 vite të tjera, 2027 shkon 2041. Rama do jetë 80 vjeç në 2041-shin dhe atëherë do ikin nga pushteti. Regjia, kam një reagim të Adriana Kalas aty me foto në Facebook, çka e çon le të themi debatin tek çfarë po ndodh në PD, nuk ta ka fajin Grabici, kur ti edhe pasi e di nuk ndryshon bravën. Kaq. Thot Adriana Gadaja. Pra tani mund të kemi 1001 kundërshtim neve në raport me thënësin. Pra, me Adriana Kalan si person. Por me atë që kanë thënë, unë mendoj domethënë që ka thënë një të vërtet madhe. Pastaj mund ta analizojmë si të duam, po unë po them që ka thënë një të vërtet. Nuk fajson Ramën, fajson opozitën drejt për drejt. Oredi, 12 humbje. Çfarë ka opozita në rastin konkret? Okej, po më atë po them, pra dhe ta mbyllum pastaj që ta rasena. 12 humbje rresht. O ndryshohet trajneri, o shkrihet skuadra. Poli. Këtu ideja është të ndryshojmë Ajdutin, jo Bravën. E kupton, do të Ajduti është Edi Rama dhe këta thonë që të ndryshojmë njëra Ajdutin pastaj të bëjmë zgjedhje. Po si bëhet kjo? Po kjo bëhet vetëm me zgjedhje ose me revolucion, sepse këta duan për shembull nuk ju pëlqen Spaku. Po Spakun e nxjerr Parlamenti, se është organ kushtetues. Tani duhet fitosh zgjedhjet, të mbledhësh parlamentin dhe të rregullosh Spakun ta bësh siç të pëlqen ty. Po. Jo vetëm. Dyta. Ka 1001 gjëra tjera. Që të ndalosh korrupsionin, që etj dhe që të vish në pushtet, prap duhet të mobilizosh, të frymëzosh, të marrësh votat dhe të vish në qeveri dhe të ndryshosh Bravën. E kupton? Dhe njëkohësisht të kujdesesh edhe për anë e demokracisë që është vota, një votë e lirë etj. As këtë nuk e bëjnë, thonë nuk na lën, nuk na bëjnë. Nëse ty nuk të lë, ai të manipulon, ai të vidh votën, ai nuk të lë, të lëshon Spakun në kurizë etj. Kush është rruga tjetër? Është Pushka. Është ai që nisi që tha revolucioni. Po, në Nepal i morën ministrat, gratë e kryeministrave i hodhën lum. Ajo Genzi. Tani këta kanë zgjedhur një rrugë tjetër që e cekun çik në arti. Këta kanë zgjedhur rrugën që duket ju pëlqen, kanë zgjedhur rrugën që po të bësh një veting, aty e kanë biles në parlament, nga parlamenti kaluar jo ka çuar Basha që para 2 vitesh, po t'ju bësh një veting të gjithë këtyre të opozitës, domethënë ai është vetingu për gjithë politikanë, po t'ju bësh një veting, se vetingu ka 2 element. Ka elementin pasuror, ka dhe elementin e kontakteve të papërshtatshme, se është është sipas modelit vetingut të drejtësisë. Na rezulton që dhe këtë e din gjithë, e dini madhe dhe i vogëlit dhe sidomos demokratët, rezulton që gjithë këta që kanë në dorë të ndryshojnë qasin e PD-s, duke filluar nga Berisha vetë, dhe rrethi i parë, rrethi i dytë i Berishës etj. Gjithë këta, po ju bësh një veting pasuror, na del që pasuria e tyre është shtuar, domethënë mund të mos jetë pasuri e madhe, po unë po flas si vektor, si ashtu, është shtuar dhe nuk jetojnë keq fare në opozitë. Dhe është shtuar më shumë se sa kur kanë qenë në pushtet para 2013.
Tani kjo kontradikt dhe kjo hipokrizi që poshtë pastaj vihet në një kontrast të thellë me demokratët, me gjithë shqiptarët, edhe me socialistët madje. Kjo nuk mundet të ndes jo fitil, e kupton. Po kjo nuk dhe njerëzit e kanë kuptuar këtë lloj. E para, kjo është e para, hipokrizia e parë. Hipokrizia e dytë është që këta, sepse që të jetosh mirë në opozit, do të thotë që ta kesh mirë në pushtetin. Me ajdutin, apo jo. Dhe kjo tani çfarë ndodh? Kjo shfaqet hapur dhe kjo. Sepse e zuri në gojë për shembull këtë rrezikun që dhe unë po e nuhas, rrezikun e ndryshimit të kushtetutës prapë për hesap të këtyre. Po, dhe prapë do ta haj opozita, se nuk e di kush do ta haj atë riskun, por ç'a ndodhi ditën e sherit gjoja të madh për barazinë gjinore? U grin shtator parlament. Dhe vetëm 36 vota nga opozita. Okej, s'ka ndonjë problem, ndonjëri e pahante drejt në një tjetër kush e di çfarë kishte. Por pas orës, se këto i bëjnë dhe gjërat natën, pas orës 10:30, 11, kur u thirr parlamenti për të votuar prap Gjiknurin që e mbrojti sot Berisha, me Bylluk Bashin, se tha s'ka faj Gjiknurit, ka qenë kundra tunelit Gjiknurit, se nga e nxorri këtë, bashkë me Ahmetin. Gjiknuri me Bylluk Bashin që do bëjnë këtë kushtetutën e re, reformën zgjedhore. U erdhën gjithë në parlament, thuaj. 105 vota. 105 vota. Dhe këto tani një njeri që është edhe që se shumë i zgjuar i shikon, po këta kur ju dashka qefi për gjëra, siç u bën dhe vjet në Korrik, e mban mend si u bën vjet në Korrik? Dakord, po. Vjet në Korrik për këtë kodin që tani thon na mori në qafë. Thonë, ky kodi ç'a do bënin ne me këtë kodin? Po këtë kodin ti atë radhë e kishin në dorë me 84 vota, nuk i bënte dot Rama. Po vajte me vrap e votove, dhe pse? Dhe për të mbyllur listën, dhe nga 50 deputet, tani kërkohet populli, kërkohet sakrificë, kërkohet kështu. Po më zotëri, ta bësh sakrificën, dhe ndërkohë që fliste Berisha te grupi parlamentar, paralelisht u fut një demokrat si Ilir Vrenozi dhe i tha, dhe po e kishte vënë kamerën dhe nga Berisha që fliste, i thoshte, o doktor, nuk të ngjisin me këto, nuk i ha me njeri këto doktor, të njëjtin avaz, i thoshte, doktor, futu në grevurie, i thoshte, doktor, futu në grevurie, ti pari me ata tjerë që të vim neve. Tani çfarë ndodh? Si do futen në grevurie këta 50, doli dhe një tjetër, se ti nxori Adrian Kalaj, doli dhe ajo Balliu, tha. Himçi Elbasani tha e ka blerë, tha mandatin, tha tek është akus penale kjo, le të tajtojnë, kush e ka për tajtuar, tek Flamur Noka. Po hajde se këto po i kalojnë në të fjalëve. Nga 50 deputet që janë aty, 24-25 janë të listës së mbyllur, janë të emëruar. Ai ka emëruar këta vëlla. Futi këta. Këta duhet të dalin të mobilizojnë popullin. Se populli vet nuk ti ka nxjerr populli këta. Po ti mendon që Gjekmarka do rri pa ngrënë më vonë? Nuk e di si do të. Ora aty mund të ketë nevojë edhe për Tritani dhe Gjekmarka nuk të rrinë pa ngrënë. Të gjithë hanë, kështu që nuk ka ndonjë gjë të keqe dhe zoti Gjekmarka gjithë nuk mund merremi me ushimin e një politikanit tash. Jo, po flesim për grevuri. Do të ashtë grevuri. Grevurie dhe patutës ma lejon? Jo, te PD-ja kujdes sepse keni egzageruar shumë të dy. Do dua të flas sa gjëra që janë kundër jush. Te kriza e PD-s fokusit lutem. Duhet të themi se disa gjëra të vërteta. Unë nuk besoj që zoti Berisha ka dashur të humbasë këto zgjedhje. Po s'mori pjesë fare, Nuk besoj që një politikan që është në krye të opozitës do që të humbasë zgjedhjet. Unë mendoj që në diskutimet që kanë patur për shkak të përçarjeve të brendshme që ka Partia Demokratike, pa kënaqësitë që dolën nga listat pjesa e primareve 11 majit, ata vendosin që të bëjnë një eksperiment politik në disa bashki të cilat unë e them, janë bashki që ishin të humbura që pa u bërë gara. Pra testuan elektoratin ngri. Dhe deri këtu mua s'm duket ndonjë gjë e keqe, sepse në fund kandidatë të cilët nuk vinin nga strukturat e PD-s, edhe pse ky Tepelenës është një djalë me familje që janë angazhuar në krye të PD-s lokale. Pra, nuk më duket ndonjë gjë e keqe në gjithë këtë që ka ndodhur. Pra, ka argument politik. Ka dhe fakte politike, sepse u bë përçarja në Vlorë.
Këta mbështetën një kandidat pavarur, doli një tjetër kandidat, tha jam unë, PD-ja nuk është ai. Pra ashtu është e vërteta. Pra, po s'po them gjë më, po e kam tjetër vend. Pra, po thotë se s'ka ndodhur ata, mos ka ndodhur ndonjë kështu ka dhe Rama tek ai tjetri. Ata e tentuan. Ajo që është problem, unë kam qenë të njerëzit që kam thënë gjithmonë që kjo parti duhet hapet ndaj kësaj kategorie. I gjithë problemi është që është vendimi i dur në kohën e gabuar. Më fal, si hapet? Është vendimi i dur në kohën e gabuar. Si hapet? Sepse në një javë fushat, ata nuk i lanë as kohë këtyre të shkretëve që të bëjnë dhe fushat mediatike. Ore, dini ju që në kodin zgjedhor më ka ndodhur një episod që dua ta ndaj me ju. Në kodin zgjedhor, kandidatët e pavarur, dhe këto janë eksperimente që PD-ja duhet mësoj, sepse zgjedhjet vijnë shumë shpejt. Në kodin zgjedhor lejon në kohë minutazh, është 1 minutë kandidati pavarur, se kështu e kanë bërë partitë politike, PD-ja dhe PS-ja bashkë. Po. 1 minutë kohë televizive për kandidatin e pavarur dhe 10 minuta për kandidatin që vjen nga PD-ja nga PS-ja. Unë ju futa një aventurë në emisionin tim, mora kandidatin e PD-s të Vlorës, që mbështeste PD-ja, që është i pavarur, dhe ndërkohë më braktisi studion sa e pa kandidatja e PS-s, e cila doli dhe fituese. Pra, braktisi studion sa pa kandidatin tjetër, sepse janë të më lejo ta them janë njerëz shumë të pakualifikuar dhe gjithçka jo bën struktura e partisë. Ka kandidat mirë, për shembull, bëra një intervistë me kandidatin e Serrikut, ishte kandidat i kualifikuar në optikën time dhe dinte mirë çështjet lokale. Dakor. Po ka dhe individ të cilët ja bën gjithçka ja bën partia dhe fshihen pas logos së partisë. Tani, në një situatë të tillë ne nuk mund të themi që sa keq është PD-ja, sa skandal. Nuk kanë çfarë të bëjnë më shumë se kaq. Është një eksperiment që për mua vendimi i dur në kohën e gabuar. Pra ata nuk mund ta bënin tani. Por ky është një eksperiment që ata duhen ta bëjnë të hapen ndaj kësaj shtrese. Elektorati i gri ti e thith. Dakor, çfarë para geopolitikisht. Gjëja për të ardhmen. Tani unë do doja dy humbje rresht në Partinë Demokratike. Unë do doja këtë gjë. E para punës kjo nuk është një humbje që katastrofale siç ishte 11 maj. Nuk mund të krahasohet kurrë me zgjedhjet parlamentare, sepse është një humbje shumë herë më e përtypshme dhe ishte një humbje e paralajmëruar në të gjitha dimensionet e saj. Është, po humbja kaq e thellë është alarmante. Po jo, është. Do të thënë kur është e paralajmëruar mos e analizojmë fare. Pakisa, jo, nuk është, e di pse, sepse nuk është një test real i PD, sepse nuk kanë dalë demokratët në votime. Unë jam i sigurt demokratët të dekurajuar, të pakënaqur dhe me leadershipin e tyre nuk kanë dalë. Po, përcakton kemi një trend për të ardhmen e PD-s. Dhe shikoni pak. Mos shkon kjo. Shikoni pak ku nuk kanë dalë. Jo, po prit pak. Redi, shiko ku nuk kanë dalë. Pra, qartazi Partia Demokratike ka një problem me një pjesë të madhe të Shqipërisë, me Shqipërinë e Jugut. Nuk kanë dalë në Vlorë, po në Vlorë rezultati ka qenë katastrofal dhe në zgjedhjet parlamentare. Dakor. Nuk kanë dalë në Berat. Berat ishte e njëjtë situatë katastrofale në 11 maj. Nuk kanë dalë në Tepelen, nuk kanë dalë në Cerrik, që është Shqipëri e mesme, pra përjashtimi i Cerrikut dhe ka patur një pjesëmarrje jo të keqe për PD-n. Dhe nuk të kanë dalë, në matë të kanë dalë, por nuk ka patur fuqi elektorale, pra ka dalë 7.000 me 4.000. Por ka një pjesë, është 60 me 40%, na e sa kanë dalë. Po, dakor. Kjo është ndarja. Tani më fal. Qartazi ti ke një problem me jugun e Shqipërisë. Dhe është një problem që ti e ke të trashëguar edhe nga e kaluara. Rezultatet më të mira në Vlorë kanë qenë zgjedhjet e fundit 2021. Nuk ka patur më të mirë se 2021 në këto 2 zgjedhje të fundit parlamentare. Dakor. Po rezultati edhe zgjedhje lokale. Nuk dua ta lidh me krahinat e arbër, dua ta lidh me ka një lidhje. Jo, po ka një lidhje. Himarën, prit pak. Himarën ti e ke fituar në qarkun e Vlorës. E fitove Himarën dhe të fut kryetarin në burg me Fredi Belerin etj, pastaj zgjedhje pjesëmi fitoi pra PS-ja. Tepelena është një qytet që dihet që ka një është pjesë e qarkut Gjirokastës, që rezultati ka qenë 3-1 në zgjedhjet e fundit. Pra, është një mesazh që demokratëve dhe kryesisht leadershipi demokrat i jepet duke i thënë drejtuesit e qarqeve largoj, nuk i do njeri, sepse janë njerëz që nuk e motivojnë të bazën. Pra, po të thonë Tritan Sheut ik. Po të thonë në Elbasan që nuk dihet kush është, nuk dihet kush është. Të moralizoti. Po të moralizoti e kishte e detyruan, e mëruan atje, po nuk është se kishte në lidhje me Elbasanin. Pra, të shkojmë. Po kush ti ik? Pa të di po demo nuk e di unë. Po to mori është pra thuaj por se ti edhe do të jesh. Sa kryetari PD-s. Po to mori është. Ai është moralizoti, po ishte mishi huaj atë sepse e çuan 3 muaj para që të çonte ujërat atje. Po Saljani ishte më parë. Ky është mesazhi që po thonë. Pra, mesazhi është drejtuesit e qarqeve duhet të ikin. Sepse nuk të ka dalë në optikën time, nuk të ka dalë ajo që është bërthama e një partie politike. Tani ne bijem dakord gjithë në Vlorë. Partia Demokratike nuk mund të jetë me 3.000 votues.
në 15.000 që ka marrë PS-ja, sa aq kishte dar rezultati. 20.000 është total. Numri i pjesëmarrësve në votime. Në 170.000 që është numri total, 20.000 janë 150.000, nga këta 150.000 të s'ka ndalë as 10.000 ose 5.000 PD. Po llogaritë pak më fal pak po. Në Vlorë, nëse do dilni 10.000 nga PD-ja, me 15.000 do ishte më pak të kishim një garë të mirë, një garë të bukur, pra që do thot është teza që unë insistoj. Demokratëve nuk po ju dalin njerëzit e tyre në votime. Ka një mungesë organizimi. Për shkak të mungesës të organizimit, për shkak të mungesës të frymëzimit, për shkak të goditjes së meritokracisë, për shkak të pakënaqësisë që kanë primare, besueshmërisë, të gjitha bashkë, me kush e ka fajin? Ja, dëgjoj. Kush e ka fajin? Fillon nga drejtuesit e qarqeve, dhe pastaj shkon te leadershipi 2. Ai funi Kazanit e ka. Dhe shkon te leadershipi 2. Ai që është më i vogël ai ka fajin, atë ta rrajmë ne ti. Po jo more, fillon nga drejtuesit e qarqeve, shkon te kryetari thash. I gjithë retorika e Arbërit e gjatë ishte një relativizim i gjendjes që është PD-ja. Po se bëj dot me fal për çdo gjë poli tani. Nuk i them dot që ke fajti se je dobët. Jo pra jo. Jo pra jo. Unë do ta filloj analizën kështu. Po kanë përballë një regjim që të vjedh, që ka patronazhistë etj. Por prap situata e opozitës është katastrofike. Sepse një regjim që të vjedh me këto skandale, me të gjitha opozitën e bën dhe më energjike, dhe më të fortë, e bën dhe më motivuese, dhe më të lehtë ka me popullin. Dhe është e kundërta empirja. Këtu ndodh një empirje, këtu ka ndodhur një dorëzim ose një reati, se s'është as dorëzim. Janë dorëzuar demokratët poshtë, por leadershipi i lartë është në rregull. Tani, çfarë parë imron kjo? Tani, gjithë çështja është që Arbëri tani unë e kam mik, e kam shok, po edhe është i plotësuar, i kompletuar me të gjitha, po me që kemi dëgjuar në përmedia i vendi ati Fogës, Endri Fogës ka ngelur bosh ati të qeveria dhe Arbëri e bëri sot në mënyrë perfekte gjithë atë që do të bëj. Po Fuga s'është i punësuar të PD-ja, se mos e ngatron. Si? Fuga nuk është i punësuar të PD-ja. Te PS-ja, pra ti thash unë është Po unë mbrojta PD në rast e konkret. Po pikërisht për këtë, edhe unë këtë jam shumë i ndërgjegjshëm çfarë po them. Sepse pikërisht po flas me gjuhën e Berisës, regjimi sot do që të thotë që në këtë opozit ka ca probleme, ka një çik problem qarku këtu, ka ca probleme, por nuk janë aq keq sa ç'e bëj unë me Nardin. Situata nuk është aq katastrofike që buron që peshku qelbet nga koka. Sepse edhe qikshira, po edhe ca nuk ishin aty, se mund të ishte edhe më ndryshe, e kupton, se të shberi 15, po të shberi 20%, po prap 20 ngelet aj, po edhe 49, po të ngelet ti prap nuk je. Miki dashur, si ka mundësi Parti Socialiste dalin 15.000 veta, 15.000 njerëz në votim, në Vlorë, dhe Partisë Demokratike i kanë dalë rreth 4.000. Tani më fal, nuk kanë dalë socialistët në votime, more. Është krizë politike tërësore kjo. Po s'është kjo një krizë. Po kshu e fillova, po tha unë thash është përshtirosje ndaj të gjithëve. Jo, se ti thua ka PD-ja vetëm. Po jo, nuk them unë them PD-ja vetëm. Jam dakord me ty. Unë si jemi sa. Unë thash ka rrezuar sistemin tani. Tani është ky bojkot ka rrezuar pluralizmin, demokracinë përfaqësuese funksionale. Nuk është PD-ja katastrofë. PD-ja është më keq nga ato që janë të këqija. Por nuk mund të thuash, se po tregojmë si dashur me PD-n. Po nuk po tregojmë fare. S'ka kuptim tani. Po mirë më lër mua të tregojmë jashtë. Po se jam. Tash u po them që ky lloj nuk do të dot. Kam më vjen të bësh për shpëtim si zë bësh. Po. Ky lloj relativizimi që i bën ti situatës si është opozita, po të them edhe një herë është propaganda perfekte e atyre që janë në pushtet. Ti e bën pa dashje se të vjen gjatë keq për opozitën. Më vjen. Okej, po të përkon. Duaj një opozitë fortë. Të përkon pikërisht që të lihet gjendja këtu që dhe qeveria të ketë përballë këtë lloj opozite që u provua në zgjedhjet lokale të 2023-shit, u provua në 2020 dhe nuk reflekton, dhe nuk shkon as te një analizë, as të zbatoj statusin e vet, as ta hap partinë, as gjë fare. Tani, nëse kjo do vazhdoj kështu, patjetër që kështu do vazhdoj dhe qeverisja lartë, dhe do bëhet dhe më e keqe. Dhe shqetësimi atyre që duan opozitën dhe janë vërtet opozitar, është ky, çfarë si do ta zgjidhim këtë çështje, dhe fillojnë dhe merren gjithë elementët që mund të ndryshojnë.
Ta thash, në fund edhe kryetari motike dhe zoti Berisha. Nuk po them deri Berisha. Por ta themi pak, nuk ka faj Berisha për Tepelenën, mos zotri. Duhet ik Berisha. Dgjoj, nuk ka faj Berisha për Tepelenën. Tani me gjithë kritikat që kemi nga zoti Berisha. Çfarë faj ka Berisha për kandidatët e Matit, mos zotri? Tani se nuk organizon struktura, çfarë ti Berisha Tepelenës, s'ka lidhje. Kandidatët Dhe kur ka qenë bashkë Tepelena shumë. Dhe pjesëmarrja. Dhe kur ka qenë bashkë Tepelena shumë. Janë zona bastione të majta këto që po flasim më. Kandidatët kanë qenë janë totalisht njerëz të mirë. Kandidatët e di kush është problemi. Po kanë qenë pa njohur, mos s'kan qenë njerëz të qinë, nuk po i them gjë. Sepse edhe sot një ditë sa 2 orë pas shpalljes së rezultatit, në një orë fjalim që mbajti te grupi parlamentar nuk i llogariti, nuk i zuri ngoj fare si zgjedhje. Berisha. Gabim. Po mirë. Gabim se këta nuk janë një bërtham të mirë për kandidatët si individ, si njerëz, pavarësisht se këta thanë gjoja i mbështesim si njerëz, janë njerëz të shkëlqyer të gjithë.